Pas vendimit të gjykatës së apelit në Tiranë për zbutjen e dënimit për autorin e vrasjes së polisit në Fier Novruz Senalja, ka reaguar babai i viktimës. Në intervistë Asallan Senalja shprehet se vendimi ishte vrasje për herë të dytë, ndërsa thotë se do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. Ishin të fjalë reagime shumë të shpëruese ndaj këtij vendimi. Por është vendim drejtësie, e ka dhënë gjykatë. Ju ishe i pranishëm në sallën? Isha i pranishëm. Çfarë ndodhi atje, na trego pak. Shumë ndodha një vendim u lexoni gjykata e shkallës parë, jurisdiksion përgjithësim Fier ka dhënë me burgim përjetshëm. Dhe unë s'kisha se të flas aty se unë nuk kisha ndaj dyshim se mund ndryshojë ky vendim. Sepse s'kishte as i rrethon lehtësuesen të drejtim. Dhe edhe argumentet nuk i mora vesh se ku i dori. Familja Senalja është larguar nga Fieri dhe është shpërngulur në Divjak për të qëndruar larg familjes së autorit të vrasjes. Nga ana tjetër, ai thotë se askush nuk i ka kërkuar falje nga familja Mernica. Jo, s'kan ardhur me kërku falje, se marr me tonë, s'e kërkoj falje. Askush nuk ka kërkuar falje për vrasjen? Jo. S'ka kërkuar falje. Çfarë mesazhi keni mbas gjithë sa që ka ndodhur? Për çfarë mesazhi të kemë në punës policie, drejtësia se ka fundin në me vendim që ka dhënë dje, gjykata apelit dje. Nuk ka drejtësia nuk mungon. Novruz Senalja u vran nga Azgan Mernica në 13 maj të vitit 2024 në fshatin Baltës të Fierit pas një sherrri për motive të dobta. Së fundmi gjykata ka zbutur dënimin për autorin nga burgimi i përjetshëm, të cilin e dha gjykata e Fierit në 35 vite heqje lirie nga gjykata e apelit në Tiranë.